Rikthehemi në rrezën tonë, Shqipëria e paradokseve pas raportimit për zjarre, tani do të merremi me situatën e motit, çfarë pritet të ndodhë në ditët në vijim. Do të lidhemi drejt për së drejti me Lajda Porja nga Shërbimi Meteorologjik për të kuptuar se cilët janë ato ditët apo zonat të cilat do të përjetojnë ndoshta intensitet rreshe. Të përshëndes fillimisht Lajda. Shëndetje, mirë se ju gjej. Flasim fillimisht për ditët në vijim, për fundjavën, si parashikohet të jetë moti dhe cilat do të jenë zonat të cilat ndoshta do të përjetojnë sërish intensitet rreshjesh apo rreshjesh dëbore. Më thuaj pak. Në fakt, aktualisht ka patur ndërprerje, kjo është një lajm pak i mirë për të patur një përmirësim ose për të marrë frymë për pak kohë, megjithatë lajmet janë që fillojnë që sonte rreshjet, edhe pse sot rreshjet në fakt do të jenë rreshje të dobta dhe me intensitete më të ulta, nisin në jug dhe gradualisht përfshin pjesën më të madhe të territorit. Më problematike do jetë në fakt dita e shtunë. Dita e shtunë do të sjellë zhvillim të vranësirave në dy skaje, pra do të jetë një vranësirë e cila është e fokusuar në veriperëndim, në Shkodër, në Lezhë dhe pjesërisht në qendër në Durrës. Do të jetë edhe një tjetër celul e cila do të jetë në Vlorë, Gjirokastër, Berat, Fier dhe Saran. Pra, ato zonat që janë të shënuara me të kuqe, do të jenë edhe zonat të cilat do marrin një tjetër intensitet të rreshjeve. Intensiteti më i lartë do jetë kryesisht në pjesën e dytë të ditës, pra deri në orën 2, 2:30 të pasdites rreshjet do të jenë të ulta dhe mesatare dhe pas orës 2 dhe deri në orën 8 apo 9 të mbrëmjes, këto zona do të kenë rreshje më intensive dhe më pas ka dhe një shqetësim të situatës. Parashikohet që veriperëndimi, pra zonat të cilat janë shënuara të marrin nga 40 deri në 70 mm, do kemi zonat qendrore ku në Durrës do të shtohen edhe 40 mm shi për gjatë këtij episodi. Kemi dhe Vlorë, Gjirokastër dhe Saran ku do të marrin nga 40 deri në 60 apo 70 mm. Është një sasi e konsiderueshme sepse 40 mm të bien nga ora 2 deri në orën 9 janë mjaft problematike për qytetin e Durrësit, duke qenë se është në ujë prej disa ditësh dhe do të prishnin punë edhe 10 mm dhe jo më 40 që është një sasi e konsiderueshme, por fatmirësisht e diela do të ulë intensitetin e rreshjeve dhe më pas në fundniki, javën tjetër do kemi të paktën 4-5 ditë të sjellta pa rreshje. Do të jenë të ftohta, por do jenë pa rreshje në momentin për të krijuar edhe këtë përmirësimin e tërhiqjes së ujrave. Dua të cek në fakt që do rikthehen rreshjet e dëborës sonte më të pakta të shtunën në mbrëmje e gjithë zona malore, që nga Veriu, Lindja, Baramculli, Kuka, Peshkopia, Buqiza, Mirdita, Mati, Qarku i Korçës, Dardha, Voskopoja, Boboshtica, gjithë të zona dhe Volli do kenë, gjithë të zona do rikthehen në zona të thella, do ketë rreshje dëbore që do të jenë her pas here dhe me intensitet të lartë dhe më pak rreshje dëbore do kenë qytetet. Do të ketë raportim bllokimit të rrugëve mendoj në zonat rurale, sidomos për gjatë shtrirjes lindore të Shqipërisë dhe duke filluar që nga pasditja të dielës dhe sikundër e theksova, java tjetër të paktën deri ditën e premte do jetë një javë mjaft e ftohtë me temperatura të ulta, do jetë një javë pa rreshje, presim -10 ditën e hënë, një ditë shumë e ftohtë në zonat malore dhe më pas gradualisht do kemi në fundjavën që vjen, do kemi rikthim të temperaturave më normale dhe sërish do kemi rikthim të rreshjeve që unë uroj, sepse është edhe pak larg në kohë, që të jenë në sasi akoma më të pakta. Cilat janë rreshjet më problematike që sjellin përmbytje? Pra, ju i përmendët që ka rreshje shira të vazhdueshme, shira me intensitet të fortë dhe në intervale të shkurtra. Këto rreshje që ju përmendët pak në ditën e shtunë në ana profesionale, cilat janë më problematike? Do të jenë shira të vazhdueshme apo në intervale të forta, intensitet të fortë dhe në intervale të shkurtra? Çka rrezikojnë më shumë përmbytjet? Cilat nga këto lloj rreshjesh? Përmbytjet rrezikohen zakonisht ke rrepeshet me intensitet të lartë po të shkurtër. Edhe nëse flasim për përmbytjet e Durrësit, kemi patur në mëngjesin e datës 6 janar, ka qenë ora rreth 9 apo 9:20 diçka e tillë, ku në fundin e autostradës për një çerekore, pra për 15 minuta kanë rënë 23 mm shi. Dhe në kaq të shkurtër, kjo sasi është
një sasi intensive, pra sjell problem për mbytjesh. Megjithatë, zakonisht kur kemi rrebeshje me intensitete të larta në një kohë afat shkurtër, sjellim përmbytje. Lajda, çfarë roli, sa ndikim kanë paralajmërimet meteorologjike përsa i takon përmbytjeve, në mënyrë që të merren masa paraprake? A ka ndonjë ndikim? A mund të parashikohen përmbytjen përmes parashikimeve tuaja meteorologjike? Oniki, paralajmërimi ynë për këtë situatë ka qenë që në 31 dhjetor, pra ishte një sistemi sepse kishim përplasje të dy masave ajrore, pra ishim me një mod shumë të ftohtë në datën 31 dhe 1, dhe në datën 2 ne patëm me një herë ndryshim të temperaturave, temperatura shumë të larta, një masë e ngrohtë u fut në territorin shqiptar dhe solli këto rreshje. Patjetër që parashikohen përmbytje në momentin që ne dalim me një njoftim që presim një fenomen me rreshje intensive, rreshjet intensive, pra rreshjet me intensitet të lartë në një kohë të shkurtër, patjetër krijon përmbytje në çdo qytet apo kryeqytet të Europës. Problemi qëndron në momentin që ne kemi ndërprerje të tyre, sepse Durrësi, nga data 2 deri në sot ku flasim, ka patur plot ditë ku ka patur ndërprerje të rreshjeve që mund të kenë qenë 2 ose 3 orë apo 4 orë. Dhe në këtë moment duhet, nëse çdo gjë ujë të tërhiqet për të lënë vend rreshjeve në vijim. Aty nuk ka nisur fare rreshje, që nga data 2 që kanë rënë deri më tani që flasim, kanë vijuar të shtohet shtresa e ujit. Dhe si duket, aty gjërat nuk funksionojnë mirë që uji të largohet dhe të mos jetë në këtë situatë që jemi. Rreshjet kanë qenë intensive, në disa zona janë plotësuar dhe të kaluar normat mujore, në disa zona nuk janë plotësuar ende, janari është i pasur me rreshje për nga ana klimatike. Pra nuk janë jo normale si rreshje që kanë mbuluar territorin. Nuk jemi në një situatë të jashtëzakonshme. Thjesht jemi në një situatë rreshje mbi normën. Durrësi deri më tani ka marrë afërsisht 180 mm shi, pra rreth 50 mm më shumë se ç'duhet të bien. A është një situatë mbi normën? Po. A është një situatë që s'ka ndodhur? Jo. Ka patur plot situata ndër vite që ka patur këtë sasi ose edhe më shumë. Po sigurisht që këto përmbytje, ju vetë si meteorologe i lidhni kryesisht pra vetëm drejt për së drejti me motin, me sasinë e shtuar të rreshjeve, apo edhe me faktorë të tjerë në qytete të ndryshme? Problemi kryesor i përmbytjes së përkohshme ose momentale janë patjetër rreshjet. Por kur zgjatin më pas në shumë ditë në kohë, që uji nuk largohet, atëherë ka dhe probleme të tjera. Me probleme e rreshjeve intensive përmbytet edhe Roma, apo Madridi, apo Barcelona. Por në momentin që ka ndërprerje të rreshjeve, uji fillon normalisht tërhiqet edhe fillon pastrohet. Nëse ka ku të tërhiqet dhe nëse nuk ka bllokime të tereve. Në momentin që këto gjërat nuk funksionon dhe janë ato kompetenti që flasin për të urbanistikës. Ndaj edhe të pyeta që a ishte e mundur, pra një lloj paralajmërimi, a ishte mundur shmangja e këtyre përmbytjeve të cilat janë të pazakonta në vitet e fundit. Ndërkohë, ju thatë që dita e shtunë, pra dita e nesërme do të ketë rreshje intensive, sërish mund të kemi përmbytje? Sipas kemi një interval nga ora 2 deri në orën 9 që i shtohet. Pra zgjerohet harta në disa zona në jug dhe i shtohet problematikës, por fatmirësisht kemi vetëm të shtunën dhe nuk është se do të vijoj të dielën të hënën, nëse do të kishim një vijimsi, më pas do të ishin katastrofa akoma më të mëdha, sepse do të përmbyteshin edhe zona të cilat kanë raportuar vetëm përmbytje lokale. Këto shira që kanë rënë sjellin përmbytje, por jo të përmasave që ka aktualisht Durrësi. Për zonat e tjera, këshilla konkrete që mund të japim për qytetarët, qoftë për lëvizjen, për makinat, për banesat, për energjinë elektrike, cilat janë? Problemi kryesor është që nuk është mirë të bëhen këto udhëtime që zakonisht i bëjnë në fundjavë, të shtunën dhe të dielën do ketë ngrica në gjithë zonën malore, pasi tarët mund të drejtohen drejt Korçës, drejt zonave të veriut ku ka patur të borë për të shijuar rreshjet e borë, dhe duke qenë se temperaturat do të jenë të ulta, do ketë ngrica në shumë akse rrugore, do ketë probleme me trafikun detar sot edhe nesër sepse era është ende e fortë, po do jetë akoma më fuqishme të shtunën, do ketë probleme me qarkullimin ajror për shkak të turbulencave e shtuna, sidomos është pak më problem dhe e diela, është disi pak më e qetë, sepse ditën e diel kemi prezencë të rreshjeve, por janë shumë të pakta dhe fillon gradualisht
dobësohet sistemi i vranësirave se depërton masa e ftohtë dhe masa e ftohtë zakonisht sjell më shumë temperatura të ulta dhe më pak reshje. Duhet kujdesi i madh për gjithë ato që nuk e kanë të nevojshme televizin për gjatë të shtunës, se ne kemi parë shumë problematika në fillimin e vitit 2026. O rrshitje dherash në qafë ploçe dhe bllokime rrugësh në zona të tjera, kështu që të evitojmë lëvizjet prapë. Pra ata që se kanë të nevojshme dhe të domosdoshme, nuk është një fundjavë ideale që të shkosh të shikosh me fëmijët për shkak të problemeve që janë krijuar për gjatë gjithë kësaj jave. A do të jetë pas java tjetër, patjetër do ketë ditë kur mund të shijojnë ku të qetësohet pak situata. Fatmirësisht javën tjetër nuk ka reshje dhe do kenë mundësi gjithë zonat e përmbytura të kenë një tërheqje graduale e cila po bëhet me shumë ngadalë e ujrave në sipërfaqet që janë mbuluar. Qartë. Lejta të falenderoj dhe suksese në punën tuaj. Faleminderit për informacionet që përcollëm për sa i takon situatës së motit, siç e dëgjuat, dita e nesër do të ketë sërish reshje intensive, çka mund ta përkeqësojë situatën.